Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nisi të njëjtën dëgjimin e dëshmitarëve të thirrur nga SPAK në procesin penal ndaj kryebashkakut të VAU-idees, Kristian Shkreli, i cili akuzohet për korrupsion zgjelor. Në gjyq ka vjuar me dëshmin Kol Martini, i cili deklaroi se banorët kishin pasur prej kohësh probleme me energjinë elektrike dhe pavarësisht ankesave nuk kishin gjetur zgjidhje, sipasi vetëm pasi u drejtuan kryetarit të bashkisë, situata mori zgjidhje. Ne nuk na ka mësuar Kristian Shkreli për këtë votonim, ai na ka bërë atë nder që na ka sjellë dritat, u shpreh dëshmitari në sallën e gjyqit. Sa kaq dëshmitari Sajmir Zavani tha se kishte pasur një ankesë lidhur me rrjetin elektrik, ku disa shtylla ishin dëmtuara dhe ishte nevojshme ndërtimi një linje të re. Ai sqaroi se ishte hartuar një projekt për përcaktimin e numrit dhe vendosjes së shtyllave, i cili ishte dërguar në drejtorinë rajonale në Tiranë, sipasi ndërhyrja konsideroi remont dhe jo investim, pasi ishte kryer nga vetë punonjësit e OSHE. Zavani theksoi se ishte vënë në lëvizje pas ankesës bërë në portalin e bashkëqeverisjes dhe se kishte kontaktuar kryetarin e bashkisë për të siguruar një fadron për hapjen e gropave, pasi punonjësit nuk kishin mundësi të japin ato me krah. Kaq ka qenë e gjitha, deklaroi ai. Edmir Dedaj, punonjës pranë OSHE në Shkodër që mbulon zonat Puk, fusharës dhe VAU-idees, dëshmoi se kishte marrë vazhdimisht ankesë nga banorët për problemet në stajk. Ai tha se kishte bërë kërkesë të njëpasnjëshme deri në sigurimin e bazës materiale dhe realizimin e ndërhyrjes në 2 faza, por nuk mbante mend saktësisht kohën kur ishin kryer punimet. Dedaj shtoi se nuk kishte pasur kontakte të tjera jashtë procedurës zyrtare. Ndërsa Armand Zhuga, drejtori i drejtorisë rajonale të OSHE Shkodër, deklaroi se ishte në dieni të remontit të kryer në fshatin Stajk, sipasi rrjeti elektrik kishte qenë amortizuar dhe nuk e përcjellte siç duhet energjinë. Ai u shpreh se ishte informuar dhe nga kryetari i bashkisë për problematiken dhe se punonjësit kishin sjellë fotografi që tregonin gjendjen e linjës. Pas kësaj, sipas Zhugës, ishin marrë masa për ndërhyrjen e segment prej rreth 1 kilometër në fazën e parë. Ai sqaroi se remontet kryhen nga vetë kompania ndërsa investimet kërkojnë miratime nga institucione të tjera në Tiranë, duke theksuar se gjithçka është bërë me vendimmarrje të kompanisë.